Zona e Ungrejt në Lezhë konsiderohet një nga vendbanimet më të lashta ilire, bazuar në turmat ilire dhe fortifikimin e Komlikut. Të dhënat e para për këtë fortifikimi përkasin vitit 1932, kur studiuesi Domprend Suli përshkroi ekzistencën e mureve rrethuese dhe karakterin mbrojtës, duke identifikuar si një kalat të vjetër me funksion ushtarak. Muret aktualisht ruhen më mirë në pjesën perëndimore, ruhen zhurmë të 2 portave, ruhen zhurmë të paktën 10 kulleve, jo plotësisht të lezetshme, por ruhen relativisht mirë. Gjatësia e mureve është 60 metër, ndërsa gjerësia e tyre shkon 45 deri në 50 metër. Pra, mbulon një sipërfaqe, këto mure qarkojnë një sipërfaqe rreth 0.2 hektar, ose 2 dënym, mjaftueshëm për të kryer idenë se këtu kemi të bëjmë me një qytet të rëndësishëm fortifikim, por një qytet të fortifikuar periudhës antikitetit shekullit 5-4 para Krishtit dhe pikërisht në territorin e fisit ilir të Pirustëve. Sipas të dhënave të evidentuara në terren, fortifikimi daton në shekullin e 5 para erës sonë, ndërsa gjetjet arkeologjike të periudhës së bronzit dëshmojnë për një histori shumë më të hershme. Megjithatë, datimi i saktë nuk është përcaktuar. Ky është një sit arkeologjik shumë i rëndësishëm, por nga ana tjetër shumë pak i njohur, edhe shumë pak i përmendur në literaturë, ka vetëm 3 studime të përcipta që lidhen me këtë fortifikim. Tani lind nevoja se këtu të zhvillohen ekspedita arkeologjike dhe krahas tyre, në njëjtën kohë përveç se do zhvillohen ekspedita arkeologjike brenda dhe jashtë mureve fortifikuese, duhet të zhvillohet ekspedita arkeologjike edhe pranë këtij fortifikimi, sepse këtu ndodhet edhe nekropoli antikitetit dhe që është përdorur edhe në antikitetin e vonë shekullin e 5-6. Fortifikimi i Komlikut mbetet një nga zonat më premtuese arkeologjike, por duhen bërë gërmime nga Instituti i Arkeologjisë për ta zbuluar plotësisht. Historiani thekson se vetëm përmes studimeve shkencore, ky sit mund të marrë statusin e merituar monument kulture.